Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer këtë pjesë të dytë në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital dhe këtu me ne është bashkuar një personazh I cili ndryshe nga gjithë të tjerët vendosi ta linte vetë shtëpinë. Ai vet Alessio Alia, mirë se erdhe në She's on Air. Mirë se u gjeta, edhe faleminderit për ftesën. Gjëja më e bukur është kur vendos me hy vetëm me dal vet. Po, në fakt në për rrjet është komentuar që hyri si zotni, doli si zotni, ndër të vetmit që e përcollën deri te dera siç e pritën ashtu dhe e përzon. Po, kështu që me sa duket edhe publiku e vlerësoi goxha këtë vendim. Po, ishte një vendim I cili e kishe menduar më përpara apo kjo ishte strategjia jote? Jo, unë e kam pasi që në fillim kam dash 3 javë, 4 javë maksimum, kupton, sepse kur unë futa aty për qef dhe futa pak me luftu pak me vetveten, me pak ku është Alessio në moshën time, ku ka qenë Alessio para 20 viteve, ta dia aja kam akoma durim që e kam pas atëherë, apo nga ik durimi dhe thash marrë punë me këto gjëra që po merrem bëhem vetëm babë, mos merrem me këto gjëra. Në fakt unë do doja me ditë edhe si e morë vendimin, sepse kur ishim në një udhëtim të guximshmit, është fol pak për Big Brother, por nuk e kishe fare ndërmend të fusi. Kështu që arsyeja që ti vendose të fusi ishte pikërisht kjo, të njihje më shumë veten, a kishe durim, s'kishe durim? Ma mori komplet çështja të fol. Tani. Kujdes jeni katë jam një gjë. Unë vendimin I marr sot për nesër. Kështu që e kam pas mend se mund të edicionin e parë më kanë ftuar gjithmonë. Son me Topin jam rrit. Nuk e di si jeni të vogla akoma, po Top Channel e me. Po rritemi, po. Okej. Atë si pjesë e familjes, kështu që unë kam pas ftesën gjithmonë, e kam pas dy të hap me këtë Topi gjithmonë. Kështu që ka qenë vështirë ta marr atë vendim, dhe eri një last minute, një mendim që unë po luftoj me veten time, thash pse jo, shkoj, a di sa më ka dash më me marr? Betom, kam thënë po jo, ta vendosi, edhe eri një moment thash, a di ça? Vamos. Derisa kam shkuar dera, kam qenë akoma kështu. Kthehem, mos kthehem. Kështu që u futa kur më mbylla dera aty se ke qenë vet. Thash mbrat Top, mbrat diçka në kokë. Pse? Më duk sikur nuk e di ku çfarë vendi, çfarë planeti jam, ku jam. U pendove. Sa mbyllë derën. Desha më shtu çik më në ton drejtën. Jo, pse? Si e nis këtë rutinë Alessio kështu? Ora kështu, një gjë. Unë nuk kisha nevojë sepse karriera ime e kam kriju vetë. Pra dy nuk futa për karrierë për emër, nuk futa thash diçka me veten time për eksperiencë. A ke ndier pendjes kur dole nga shtëpia? Jo, s'kam pendime kur. As kam të pas kur nisën time pendime. Kam thonë gjithmonë, kam diçka që kam bën me vetdi dhe nuk pendohem kur. Por që ishte eksperiencë mirë, mora më të mirën e Bigut, Bigu mora më të mirën time. E zëm se do rikthesh edhe një herë pas. Prap do dilje, ashtu siç do. Do rikthehem për 24 orë futem, jo më shumë. A, do të thënë rikthehesh për ty vetëm 24 orë. Jo, unë e kisha fjalën, nëse do kthehesh e pas, a do bëje sërish një vendim për të dalë nga shtëpia? Unë do bëj një vendim, po. Po do futesh do dilsha prapë një gjë. A kishte diçka që e shtyu pak më shumë se vetë vendimi për ndonjëherë vetëm 4 javë brenda shtëpisë? Domethënë diçka që the stop, unë nuk mund të rri më këtu. Dgjoj, e kisha vendosur dhe kam qenë ti maj ato vendime kisha hallë më vonë një muaj maksimumi. Dgjoj sepse ora ndoshta tisha fut fillim ndoshta mund të kisha ndajt më shumë. Por situata ishte çike e komplikuar aty. Mendon se po të kishe futur që në fillim do kishe marrë një rol pak më protagonist? Ndoshta nuk di ta them tani, sepse është shumë e vështirë, nuk e di sa ti ke qenë mbrend, kjo. A mund të ishe ti një bab I miri? Babi ndoshta edhe gjyshi I mirit. Sepse duket pa tani nga afër dhe sa energji ke, mendoj se nuk u kapet dot mbi nga që u futet shumë vonë. Një gjë, unë nuk kisha futur për me bë çift në radhë parë. Mendje për çifte nuk I dashuri, thojza nuk e kisha në mend me bë, kështu që isha hyrë aty për me Alesion edhe me dal me Alesion kaq. Vetëm këtë gjë nuk po kuptoj, sepse në një moment thu, po tisha futur në fillim mbase do ishte ndrysh. Kështu që unë do më kuptoj vetëm diçka. Ke dal vetëm për arsye sepse fitoren e ke pa shumë larg sepse ishte shumë vonë, apo ke vendos ti vetë që eksperjenca jote të ishte kaq? Jo më shumë, nuk kam nevojë për më shumë unë Alessio. Unë ty ta garantoj deri në finale do kisha ndajt, me beso. Në radhë parë kam një histori që kam 20 e sa vite, edhe kam ca fotosh që I kam pas gjithmonë, kështu që njerëz unë jam I personi që më shihni, po loj falso nuk bëj. So jam rrit rrugë. Ka njerëz që bajnë loj falso aty brenda?
Atje di vetë ma thuj ti. Jo, ma thuj ti si ke qenë ti aty. Unë flas për unë s'kam qenë falso. Po vet loja. Dhe unë tash kam qenë falso po. Jo, po nga banorët të tjerë po them. Vet loja është lojë. Siç e ke pati ashtu. Nuk besoj se ka një lojë të vërtetë apo falso. Siç e ke pati ashtu. Unë mendoj që gjithë aty nga pak nxjerrin karakterin e tyre të vërtetë, si në të mirë si në të keq, ë. Tani un kam i kokë se po mi kalove ca rrugë, do më dalja koka tropologjik. Të të kishte dalë pra një çik, se shumë i duruar. Ajo alter ego e Lesil. Me kë banor kishe krijuar një lidhje më të ngushtë? Një lidhje kam pas, po thuaj të mirë me gjithë, mirën e njoh që jashtë. Senaldën, shumë mirë me Senaldën, se bëja muhabet inteligjent. Edhe shpresoj që të fitoj inteligjenca të ignoranca, kështu që me Senaldën kam bërë muhabet shumë. Kush inteligjenca dhe kush ignoranca? Shef duket tu. Senaldë shumë inteligjent, Senaldë të pyes se cili ka përcjellje. Duroni mos jeni katë, duro. Me sytë e mia mund ta përcaktoj. Duro se jeni katër. Me sytë tua që ishin dhe brenda shtëpisë. Dgjoj. Senaldë shumë inteligjent. Ke çfarë flet me to? Di më fol për çdo lloj teme me Senaldën, do më fol për muzikë, do më fol për politikë, do më fol për luftë, për çfarë dush Senaldë shumë inteligjent. Mali është djalë artist. Me mirë s'kam fol shumë se me mirë vetëm bisedë kravatish bëshim. Thash mirë na hap në kompaninë Marangos paktën. Shiqys na doli dhe mua mirë tash në lajme Alesio mirë në kravat. Po me Rogetin, Rogeti është koca gjitha Arush, Rogeti është tip. Pamasi si e shef ashtu, Rogeti më pëlqen shumë me të vërtetën. Mos më qenë Rogeti shtëpia Flegjum. Aktualisht mund të më quani fan se Rogerti, kështu që jam dakord me ty. Kam dalë që kur kam dalë jam fan si ti, edhe kur jam fut, është një person shumë mirë, ka pra sa e kuptoj ka zemër të mirë, vetëm për çfarë dahet për çfarë, hajde ja bëj Arushën për çfarë. A mendon që ngacmojnë Rogertin edhe nuk është ai veti i pari që sulmon apo edhe ai sulmon? 100% yes. Okej. Po, me që ty të pëlqenin njerëzit falso, në këtë rast Rogerti ty të duket i vërtet në çdo gjë që bën? Rogeti ja u plas ka lojë, Rogeti ka hyrë për lojë, po bën lojën, ç'është puna falsifiteti. Rogeti ka lojë, s'ka punë false fare. Rogeti është i gamble, e ka thonë vet, jeta e tij është një lojtar që luaj gamble kazino dhe bravo qoftë, loja e tij ashtu është. Tash po se mos ta marr më së shtëpi fare të dalin. Po tani do ma thuash mua kush është falso apo ignoranca? Sa dush falso? Ignoranca që sa dush e kuptoni vet, nuk do ta nxjerr fare. Ka shumë, unë thash inshallah fiton inteligjenca, jo ignoranca, nuk ta thash ka. Tani automatikisht ka një ignoranca aty brenda që me sa duket rrezikon për të marrë fitoren. Kush është kjo? Ta zbuloj. Nuk vendos të shprehet Alesio. Ta zbuloj. Nuk ka problem, besoj se kjo mund të hapi debate mjaft në rrjet që të hedhin emrat e vet. Po. Gjithsesi cili hedh emrat e vet. Un kam pas mohabet një me gjithë aty. Kam kaluar mirë. S'm ka shak kush faleminderit Zotit, s'kam shakon. Kur flisja unë një gjonin, do më thonë që kanë pasi fa respekti për mua. Kështu që nuk është shumë e lehtë, se kjo ka qenë një shtëpi aty, i kam ulë 14 vetën tavolinë me ëngër bukë, se s'ka ndodhur. Po unë kur flisja, ata më dëgjonin. Kështu që Alesio, çfarë komentesh more nga fëmijët? Fëmijët, daddy wake up. Am ka shkatruar video sot. Shumë bukur. Çka ka bëja video mu, nuk e ke idën. Wa kaput më ditë me zi flisja ditë. Surpriza në Big Brother. Po, Lera. Po, sepse aty gjithçka amplifikohet. Çfarë ti ndjen me surpriza, çfarë lidhet me botën e jashtme, sigurisht e percepton akoma më shumë. Jo, aty çfarë surprizat vin duket se o zot kanë fal milionat. Nuk e di pse, po e ka. I dron me pa, diçka më thonë. Nuk e di ty po unë emocionoj edhe kur vishin grimierët, domethënë, sepse unë ndjej sigur kisha një afirmitet nga njerëz të jashtë. Kur shikonim grimierët apo kur shikojnë ata në parti, më dokshin si o zot i kemi pjesë të familjes. Unë i detu me përqafu. Vishin aty nga që vinte edhe e Enli e Kjes, e njoh, thënë po ku je ti më? Muhabet si kisha bën me to jashtë asnjëherë kështu. Po pas kësaj eksperiencë, do kishe marr pjesë në një format tjetër gjithmonë reality? Një kam bërë pjesë në reality show në 2003, quhet Ozi Pina, s'ka qenë 3 muaj, po kemi qenë në Male, të Australisë, aty është sot i madh, çfarë gjarprin, çfarë do shef aty, Australia është një vend më numër 1 në botë për këto kafshë të mëshme. Ti edhe pjesë ekranit jashtë shtetas edhe në Australi domethënë, Në Australi mos s'kam bën në Shqipëri. Jo sepse ke kanë edhe në Itali, po në Australi. Po në Australi kam bën, në Itali s'kam bën reality show, Itali kam bën mod më shumë, në Australi kam bën reality show, në Azi kam bën. Kështu që nuk është hera e parë, në Azi kemi bën për zotin shumë gjëra të bukura, në
Edhe si ishin personalitetet në Australi në krahasim me personalitetet e realit ton shqiptar? Shumë ndryshe. Shumë ndryshe. Shumë ndryshe. Aty në gjë dhe Big Brother në Australi se e kam njëjë kot për qef, se produksioni që punon në kompanisë tonë muzikës ka shumë atë pjesën e. Okej. Share aty po jo si këtu. Do kalojmë vetëm pak në publicitet dhe rikthehemi këtu me Alessio Alian.